Kosova po përballet me një ngërç të thellë politik dhe institucional, ku formimi i institucioneve të reja pas zgjedhjeve të fundit po zvarritet për muaj të tërë. Subjekti fitues lëvizja vetëvendosje, edhe pse ka dalë i pari, nuk ka numrat e mjaftueshëm për të qeverisur i vetëm, por vazhdon të refuzojë bashkëpunimet e sinqerta me subjektet e tjera. Kjo ka krijuar një blokadë që ka ndikuar në funksionimin e normalitetit të shtetit, duke i lënë qytetarët pa institucione të konsoliduara dhe pa perspektivë të qartë politike. E në lidhje me këtë temë ka folur politologu Albinot Maloku. Maloku theksoi se pavarësisht se vetëvendosja ka dalë subjekti i parë në zgjedhjet e fundit, ajo nuk mund të sillet si fituese absolute që vendose vetme për formimin e institucioneve. Ai shton se me vetëm 48 deputet, VV nuk i ka votat e nevojshme për të zgjedhur kreun e kuvendit apo për të formuar qeverinë pa një marrëveshje me ndonjë subjekt tjetër politik. Politologu kritikon qasjen e kësaj partie, e cila sipas tij po manipulon interpretimin e të drejtës kushtetuese, duke pretenduar se i takon automatikisht drejtimi i institucioneve, gjë që nuk qëndron në praktikën parlamentare, pasi për këtë opozita kërkohet votim dhe jo emërim. Subjekti i parë pas zgjedhjeve, sidomos me fuqinë që ka ankumuar nga zgjedhjet e 9 shkurtit të vitit rrjedhës, mbështetur në rregullimin kushtetues të Republikës, është edhe i privilegjuar edhe përgjegjës për të ofruar zgjedhje, por edhe fajtor nëse nuk e bën këtë. Po i afrohemi muajit të katërt që kur janë mbajtur zgjedhjet në nivel vendi për zgjedhjen e deputetëve, për rrjedhjet e formimit të qeverisë së re të Republikës, e subjekti i parë ende nuk e pranon faktin se me 48 deputetët e saj, plus subjektet e tjera partnere, nga ish qeverisja, nuk mund të ecë përpara as me zgjedhjen e kreut të kuvendit dhe as me formimin e qeverisë së re të Kosovës, pa një marrëveshje politike me një subjekt tjetër politik, që t'ia ofron mundësinë t'i këtim normalisht me 61 vota nëse jo më shumë, është shprehur ai. Mendit e rolin e nismës socialdemokrate, e cila me vetëm 3 deputet ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim, përfshirë dhe me vetëvendosjen. Megjithatë, qëndrimi i Albin Kurtit, i cili nuk e pranon këtë gatishmëri dhe i përjashton nismën me justifikime të dobta, shihet si një mungesë e vullnetit për marrëveshje reale. Në fund, politologu kujton se partneriteti politik kërkon dhënie dhe marrje dhe jo imponim.